premisa fillestare është mirëbesimi. E përmendëm për Vjosa Osmanin, i s'ka dhënë mandati edhe nesër. Të dielën Albin Agjiu të paktën 6 muaj kryeparlamentar. Një situatë hipotetike, zoti Qorolli, nëse nuk ka president të ri dhe vendi shkon në zgjedhje, si bëhet tani më pas 6 muajve, situatë hipotetike, por gjasat që të ketë ushtu detyrët e presidentit pas 6 muaj, si qëndron me që jeni edhe jurist? Në rast se deri në mbrëmjen e 28 prillit nuk ka president, atëherë zonja Agjiu do të vazhdojë të jetë presidente nga dielja deri në tetor, 6 muaj deri në maksimumin tavanin e kohës, sepse ne po themi që brenda 6 muajsh ekziston supozimi që do të zgjidhet presidenti, kështu që pavarësisht që kuvendi shpërbëhet, me 28, nuk uroj që të shpërbëhet, po themi në rast se, edhe ju e dini që nuk parapëlqej me fol me nëse, po si do qoftë. Jo, për ta shpjeguar edhe çështën e afateve, prandaj. Këto janë identitete kushtetuese të cilat në Republikën e Kosovës ndonjëherë disa ka ndodhur, disa nuk ka ndodhur, por zonja Agjiu do të jetë UD presidente brenda 6 muajsh dhe nuk mund të jetë një ditë pas kalimit të periudhës 6 muajore. Kështu që pavarësisht nëse do të shpërndahet kuvendi nga mëngjesi 29 prillit, atëherë zonja Agjiu do të jetë presidente deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, i cili edhe në atë rrethon, kushdo që të jetë me legjislaturën potenciale të 11 e merr detyrën e UD presidentit, sepse është post derivativ. Domethënë nuk është post origjinar, i fitum, i zgjedhur, por vetëm detyra e kryetarit kuvendit e mandaton me qenë UD president. Nuk mund të jetë dikush tjetër, nuk mund bartët e autorizim. Po vetë autorizimi si kryetari zgjedhur i kuvendit, këtë rast kryetari e kuvendit, e bën UD president. Nuk mund të jetë dikush tjetër që ta ushtrojë atë funksion. Ishte në fakt shumë kush ju akuzon nga opozita se ishte një lloj skenari edhe vetëm dosis ky që zonja Agjiu të bëhet pikërisht ushtruese të detyrës së presidentit. Po akuzat ndonjëherë janë irracionale dhe janë morbide, nuk janë kështu shpeshherë sprodhojnë janë fiksione krejtësisht politike dhe unë e kuptoj fantazinë ndonjëherë të kolegëve opozitarë të cilët mendojnë që fluturon krokodili, por në politikë zakonisht kur je në opozitë, siç është opozita e tanishme edhe humbë ndonjëherë racion, domethënë e humbë arsyen politike dhe disa prej diskutimeve që edhe sot i kam përcjell kuvend, kam qëndruar për shumë orë aty, kam pa që disa kolegë vjen keq me thonë, por nuk dinë çka po thonë. Zakonisht japin tezat cilat janë rrëzuar me 28 dhjetor, nuk janë tezat që të ndryshme, sepse fundja kur gjë s'ka më të rëndësishme në jetën e politikanit, se sa legitimiteti popullor. Dhe 28 dhjetori, paraprakisht 9 shkurti, por më herët e 14 shkurti 2021-s, për tretën herë avazi japin legitimitetin e plot lëvizjesve të dosje dhe kryeministit Kurti. Ndërkohë që ata narrativën e kanë të njëjtë me politikat e vjetra, sikurse mos të ketë ndodhur asgjë. Vazhdojnë ta përdorin frazeologjinë e njëjtë,